Skanderbeg, Eagle of the Mountains. Patrik Berisha, drejtor I Linoa AI Studio në Zvicër, ka prezantuar për gazetën Dielli projektin Skanderbeg, Eagle of the Mountains, një serial kinematografik me 8 episode kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, I cili është realizuar tërësisht me inteligjencë artificiale. Berisha tregon se projekti lindi rreth 6 muaj më parë kur ai dhe partneri I tij vendosën të investonin fondet personale për të shfrytzuar mundësinë e teknologjisë AI. Zgjedhja e Skënderbeut lidhet me mungesën e një produksioni të madh modern për heroin kombëtar shqiptar prej më shumë se 70 vitesh. Synimi afatgjatë është krijimi I trilogjie filmash secili të paktën 90 minuta. Sipas Berishës, inteligjenca artificiale u jep studiove të pavarura mundësi të realizojnë projekte që dikur kërkonin ekipe të mëdha e buxhete shumë të larta, megjithatë ai thekson se realizimi I një filmi me AI është as I lirë. Linoa ka investuar tashmë një shumë 5 shifrore për të garantuar vazhdimsinë e personazheve, ambienteve dhe cilësinë vizuale. Një rëndësi e veçantë është kushtuar edhe saktësisë historike. Seriali mbështetet në ngjarjet, betejat, aleancat dhe zhvillimet politike të dokumentuara, ndërsa dialogët dhe disa situata dramatike përdorin lininë artistike të nevojshme për një produksion kinematografik. Pas përfundimit të sezonit të parë, Linoa synon të sigurojë rreth $500,000 financim përmes investitorëve, crowdfunding ose një kombinim të tyre.